që nga shpërthimi i konfliktit mes Iranit, SBA-ve dhe Izraelit, një pyetje mbetet e hapur në Teheran: kush e ka realisht kontrollin? Zyrtarisht, drejtimi i vendit i kalon Mojtaba Khameneit, pas vrasjes së babait të tij, Ali Khameneit. Si udhëheq suprem, ai ka autoritetin kryesor për vendimet strategjike. Megjithatë, në praktik, situata duket më e ndërlikuar dhe më pak e qartë. Deklaratat nga jashtë, si ato të Donald Trump, sugjerojnë një udhëheqje të përçarë, ndërsa brenda vendit, autoritetet përpiqen të paraqesin unitet. Mungesa e dukshme e Mojtaba Khameneit në publik dhe raportimet për lëndime të mundshme shtojnë pasigurinë mbi rolin e tij real. Në sistemin iranian, prania publike është thelbësore për të ushtruar autoritet. Si rezultat, vendimarrja duket më pak e centralizuar. Edhe pse diplomacia drejtohet formalisht nga ministri i jashtëm dhe presidenti, ata nuk duken se përcaktojnë strategjinë kryesore. Ndërkohë, ndikimi i strukturave ushtarake, veçanërisht garda revolucionare, është rritur ndjeshëm. Në tërësi, Irani vazhdon të funksionojë si shtet, por pa një qendër të qartë vendimarrjeje. Autoriteti ekziston, por shfaqet i paqartë dhe i fragmentuar nën presionin e luftës.